Pas marrëveshjes Oslos 1993-94, të cilat krijuan autoritetin palestines, negociatat me Izraelin për çështjet thelbësore, pavarësinë, kufijt, Jerusalemin dhe kthimin e refugjatëve nuk u zhvilluan kurrë, pavarësisht periudhës 5 vjeçare të përkohshme që përfundoi në maj 1999. Kur nuk filloi asnjë negociat për statusin final, presidenti i autoritetit palestines, Yasser Arafat, kërcënoi se do ta shpallte pavarësinë e Palestinës në gjithë bregun perëndimor, Jerusalemin lindor dhe në Gaza, territore ku autoriteti palestines ushtronte ose kontroll shumë të kufizuar ose as pak. Përballë kërcënimeve amerikane dhe paralajmërimeve nga qeveritë arabe pro-amerikane, Arafati u tërhoq. Përpjekjet pasuese të autoritetit palestines për të njohur nga OKB-ja si shtet u përballën me kërcënimin e vetos amerikane dhe të ndërprerjes së fondeve amerikane për organizatat e OKB-s që guxonin ta bënin këtë. UNESCO pranoi Palestinën si shtet antar në nëntor 2011, por humbi fondet amerikane.